Mbrëm, dritat e teatrit shqiptar në Shkup ndosën një atmosferë të veçantë duke skenuar hapjen e edicionit të 19 të Skupi Festival. Një javë shfaqjesh teatrore nga vende të ndryshme të botës do të mbushin skenën me emocione, pasione dhe interpretime të guximshme. Publiku i mbushur me pritshmëri dhe kuriozitet pati mundësinë të përjetoj shfaqjen e hapjes Martesa nga Teatri Kombëtar i Kosovës, një ndërthurje e rrëfimeve klasike me një qasje bashkëkohore. Atmosfera ishte elektrizuese, tinguj, dritë dhe lëvizje që tërhiqnin vëmendjen e çdo shikuesi. Që mu të më prek, do shta më mirë të mos lëviz. Është push atje. Është dikush atje. Mund të vizja, të shabretën, shortën që nga vajnë në përdojnë ishte shumë rëndë dhe në plata mapë. Faktën t'i nga mishi i gjaku që. A më si edhe t'i në dështanë. Qka po bërë këtu? Qka po bërë këtu që? Gjani! 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 Herre! Nuk është mërsisht të trisht. Për kundërzi, ti ku nuk është mërsisht të trisht. I di, pa do një arsye. Më duket se ky vend në jemi mantuar. Qka që të shme të ndodhë? Se t'i këllon mjërë artificiale, të klasë në pëshë. Qka më të pushtua shkirë? Mërzi, më pushim, pa, fi, o zot i ma. O zot, po pse kërkon zotin kur ke hua këtu? Mandeja në pëshim, Henry, unë dhe ti jemi një sot. Drejtori artistik Osman Ahmeti shprehu se festivali nuk është vetëm një seri shfaqjesh, por një dialog i hapur kulturor që lidh artist, skenën dhe publikun në një përvojë të përbashkët me të paharrueshmen. Çfarë ka të veçantë ky edicioni 19 i krahasuar me vitet e kaluara, sepse 19 është një numër shumë goxha i madh. Po këtë edicion, vetë edicioni është diçka më ndryshe nga edicionet e tjera. Ne paka shumë kemi arritur në fund të dekadës dytë si festival, po thuaj se çdo vit kemi organizuar edicionin e radhës. Kësaj radhe filloi me shfaqjen nga Teatri Kombëtar i Kosovës, me shfaqjen Martesa, një bashkëpunim me një regjisor francez i Teatrit Kombëtar të Prishtinës, Norbert Rakovski, një tekst Martesa, po edhe ky një autor i huaj francez. Kjo do t'jetë sonte hapja e festivalit edicionit 19 Skupi Festival. Si keni bërë për zgjedhjen e shfaqjeve dhe si do të prezantohen, cilat janë kriteret që kanë dominuar këtë vit? Në fakt ne jemi munduar që të shkojmë më shumë nga klasikja. Këtë vit kemi Don Juanin, kemi Antikitet Meden nga Teatri Kombëtar i Bullgarisë. Don Juanin kemi një bashkëpunim bulgaro-serb nga Nishi, një shfaqje e madhe, klasik e një autorit madh teatrit. Kemi edhe shfaqje tjera që janë më të vogla, po paka shumë këto janë ato shfaqjet në të cilat ne edhe mund të mbështetemi edhe për publikun edhe për edicionin. Normalisht edhe shfaqjet tjera, edhe pse janë në numër më të vogla, kanë vlerat dhe kualitetet e tyre. Ne realisht nuk mund të lëshohemi në atë, si them, të kemi edicion të zhanrit, sepse me mundësitë financiare që i kemi edhe i kanë, pothuajse në përgjithësi, manifestimet të organizimet kulturore nuk janë të mjaftueshme për të sjellë diçka shumë të madhe nga shtetet e Evropës perëndimore ose nga larg. Do të thonë, janë të kushtueshme. Megjithatë,
ne kemi arritur sjellim emra botëror, siç është shfaqja nga Bullgaria, është mbanvulën e regjizorit me famë botërore Declan Donnellan, domethënë që është edhe një vepër e madhe me antikitetit Medea. Euripitit. Këtë vit ka trupa teatrore nga të shumë vende të ndryshme. Çfarë përfaqëson kjo për publikun shqiptar këtu tek ne, sepse shohim Lavramania përmendet edhe vende të ndryshme, shfaqje shumë të rëndësishme me famë botërore. Ndihmon kjo edhe në vetëdijesimin më të madh dhe pëlqimin sa më të madh atyre që vinë për ta ndjekur këtë teatr, për ta dashur sa më shumë teatrin dhe për të pas një diapazon më të gjerë rreth artit dhe kulturës. Po ne shpresojmë shumë në këtë që e thatë, sepse në një farë mënyrë festivali edhe këtë ka si mision, shkëmbimin kulturor, shkëmbimin e njohjen kontakteve mes teatrove të ndryshme dhe njerëzve që punojnë teatr, për bashkëpunime në të ardhmen, gjithsesi edhe një farë mënyrë për të sjellë publikut këtu qytetit Shkupit po edhe më gjerë, domethënë shfaqje estetikat ndryshme, të cilat punohen edhe që janë në të kohës tanishme. Kjo është pak a shumë ajo që mundohemi ta bëjmë dhe për çdo vit. Këtë vit kemi sjellë vërtet, kemi një program që i është për të lavdëruar edhe për të mburur. Përmendet edhe në fillim se gati më mbarimi i 2 dekadave. Sa është e vështirë të mbash vazhdimsi në një festivali ndërkombëtar në Shkup gati 2 dekada? Po me thënë drejtën është shumë e vështirë. Kom përmendë edhe më herët, po edhe tash do një kokëforci, do një inat shumë të madh dhe kjo edhe do përkushtim. Po ne si staf kemi qellu që merremi gjithë me teatr edhe kjo na mban. Realisht sepse mund të themi ka momente kur thu nga një herë nuk ashtu, po jemi mundu deri tani ja kemi dalur, shpresoj që të vazhdojmë prapë këtë rrugë. Dhe në farë mënyrë Skupi Festival e kam tash, është një pikë, një brand, një pikë kulturore në Shkup, po edhe në Maqedoni ka kriju rrugtimin e vet gati për 20 vjet. Ka dhe publikun e vet, sepse ne kam thënë shpesh Skupi Festivalit i ka rënë që të shëtis gjitha skenat e qytetit Shkupit. Madje një vit na ndodhi që ta organizojmë gjysmën edhe në një qytet në Tetov. Po Skupi Festival ka lidhur në teatrin shqiptar dhe unë shpresoj që të vazhdojnë vazhdimsitë këtu. Cili është mesazhi kryesor që dëshiron të përcjell përmes këtij edicioni? Se zakonisht tentoni që të përcjellni mesazhe nëpërmjet çdo edicioni. Cili është mesazhi kyç që këtë vit jeni fokusuar më shumë? Po mesazhi është vetë moto e festivalit që është në fund maska do të bien, ka të bëjë me ajo gjithë që është duke ndodhur për momentin në skenën botërore, politike, sociale, kulturore, njerëzore, humane, gjitha me luftrat, me gjitha dhe ka të bëjë me ata. Dhe kjo është mesazhi pak a shumë që Skupi Festival këtë vit përçon edhe përcjell te publiku edhe më gjerë. Përmendet hapjen e bën të shfaqja Martesa nga Kosova. Pse pikërisht kjo vepër për start? Ka ndonjë domethënie më të veçantë? Jo, është pak a shumë ne në një farë mënyrë ja servojmë teatrit kombëtar të Prishtinës, ja servojmë hapjen, na ka ndodhur si shpesh për shkak edhe publikut, për shkak edhe teatrit shqiptar, ndodhe teatrit kombëtar Tiranës, po edhe teatrove tjera shqip për shkak edhe publikut, se pjesa më e madhe e publikut tonë është shqiptar, shqipfolse. Kjo ka të bëjë me ta, pastaj janë edhe me datat. Ne duhet të themi që në këto data pak a shumë kemi të përcaktuara para një viti. Nuk është se kemi bë para një muaj 2, se do të them edhe këtë. Nuk është mirë ndoshta që e them në hapjet festivalit, po ka plas epidemia e festivaleve në Maqedoni. Edhe shumë mirë që janë, shumë mirë që mbahen në gjitha qytetet, në të gjitha lagjet, po duhet pak një farende. Do të thënë sepse nuk duhet të jemi edhe të sinqert, nuk kemi ne kapacitetet me publik edhe me njerëz që për të mbajtur edhe për të ndjekur të gjitha, se dihet pak a shumë kapacitetet që kanë pa publikut e teatrit. Nuk e di, kjo shpresoj të jetë rasti, po për momentin në të që hapim,
janë duke ndodhur 3 festivale. Njëri ju mbyll i katërt ju mbyll para 2-3 ditëve. Nuk e di. Dëshira e madhe. Sa rol kanë të rritë gjeneratat e reja të aktorëve në këtë festival? Sa rol kanë të rrinë dhe gjeneratat e reja të aktorëve në këtë festival? Po ne mundohemi që në qoftë se është për në punën e shfaqjeve, ajo është pak a shumë përcaktohet nga shfaqjet që janë më, po. Ndërsa ne si festival jemi munduar shpesh që t'i ofrojmë në çështje të organizimit, në çështje të workshopeve. Vjetë kemi pas të organizuar workshope me aktorë të rinj edhe par vjetë, në edicionin, po aty inkuadrohet që tjenë. Është shumë e vështirë në fakt për t'i sjell, sidomos aktorë, studentët e rinj që t'jenë pak më aktiv në këtë drejtim. Ndoshta ndonjëherë edhe ja kemi arritur, po këtë vit nuk kishim program në workshop, po pak a shumë me aktorë të rinj dhe me studentë merremi në atë drejtim me workshope. I kemi kërkuar edhe ndihmë për në organizim edhe për të ashtu, po është nxisni edhe dëshirën. Po, edhe njoftohen me njerëz vendeve të ndryshme dhe krijojnë komunikime që është mirë edhe për të ardhmen në përbashkëpunime të ndryshme. Ku jemi të njohja e njerëzve të ndryshme dhe vendeve të ndryshme, ndikojnë në festivalet e tilla në krijimin e një dialogu ndërkulturor mes artistëve? Po shpresojmë shumë, domethënë që kjo të bëhet, edhe në farë mënyrë Skupi Festival ka qenë si thosh promotor edhe i disa bashkëpunimeve që kanë ndodhur më herët. Shpresojmë që çdo vit që ne në farë mënyrë të bëjmë pikë takimin edhe të jemi ai mësiti, shkuesi aty në bashkëpunimeve. Ndodh her pas here, jo në mënyrë të sa do ishte domethënë e kënaqshme, po është mirë që ndodh. Dhe shpresojmë të ardhmen që ndodhen më shumë. Çfarë risia apo surpriza zashpriten pasi që festivali do jetë i hapur deri me 4 tetor, ku shfaqja e fundit është nga Shqipëria, nëse nuk jam gabim. Çka na pret, ndonjë surprizë, ndonjë? Po surpriza, ju e dini, Skupi Festival ka karakter garues edhe kemi jurin që të shpallë shfaqjen më të mirë. Ndodh her pas here që japin edhe çmime tjera, për shembull vjet par vjet ka 2-3 edicione që është ndajnë edhe çmimi special Luran Ameti, po ajo është, domethënë pak a shumë detyrë e jurisë ose dëshirë e jurisë. Festivali i angazhon dhe për shfaqjen më të mirë të festivalit. Këtë vit kemi 2 zonja dhe 1 zotëri. Nuk arritëm të i bëjmë 3 zonja, sepse ka disa vite që juria e festivalit është pothuajse vetëm me zonja. Këtë vit kemi Zamira Kitën, aktore nga Korçë nga Shqipëria, është Srebra Gjorgjevska, gazetare e kulturës, dhe Adrian Azirin, aktorin ton të Tetovës, Shkupit në Tetovë, po jini. Dua edhe një pyetje për në fund, pasi që jemi në 19 vjetorin, cili është vizioni afatgjati këtij festivali pas 5 viteve, ku e shihni këtë festival? Sepse jam e bindur se nuk do ndaleni, vitin e ardhshëm na pret një vit jubilar, pra 20 vjetori, sigurisht do jetë edhe një organizim pak më i veçantë për ta gremtuar këtë 20 vjetor dhe ku e shohim veten pas 5 apo 10 viteve. Po ne njëherë ta kalojmë edicionin në 19 me sukses dhe jam e bindur. Po edicioni i ardhshëm do të jetë jubilar, si shtat është 20 vjetori, edicioni 20, besoj që do të kemi një shtrirje më të madhe, do mundohemi, shpresojmë shumë që Ministria e Kulturës dhe institucionet tjera që financojnë manifestime kulturore të jenë pak më dorëshlirë, sepse po e përmend tash. Ne kemi filluar para 20 viteve, gati 19 viteve, dhe kemi një buxhet pothuajse të njëjtë para 20 viteve, dhe kur e dim gjithë se çfarë çmime ka pas para 19 viteve, çfarë kemi sot, me të njëjtin buxhet. Kjo nuk është vetëm me Skupi Festivalin, kjo është 90% me aktivitetet kulturore. Domethënë duhet ndodhë një ndryshim në këtë drejtim. Nuk e di kur, po shpresojmë sa më shpejt. Ne shpresojmë edhe pas 5 viteve, edhe 10 viteve që festivali të shtrihet, të rritet, ndoshta edhe me njerëz tjerë, ndoshta mos jem unë, mos jetë Muçi, mund të jenë tjerë që ashtu, po unë shpresoj që të rritet dhe të ketë, ta vazhdoj
këtë traditë dhe këtë vizion që domethënë pak a shumë ja kemi dhënë këto kohë. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj shumë suksese sonte. Faleminderit juve që na përcjellni dhe edhe këtë vit e keni marrë përsipër për ta përcjell aktivitetet e Skupi Festivalit, po edhe vitin që shkoi edhe para, domethënë ju keni qenë pothuajse përgjithësisht. Kjo është një falënderim i veçantë në këtë rast. Deri më 4 tetor, skena e Skupi Festival do të mbushet çdo natë me interpretime të reja, emocione të forta dhe eksperimente teatrale të sfidojnë imagjinatën. Për publikun shqiptar dhe vizitorët ndërkombëtar, ky festival është një udhëtim i jashtëzakonshëm përmes botës së artit skenik, një përvojë ku kultura nuk njeh kufi dhe ku çdo shfaqje flet një gjuhë univerzale. Skupi Festival nuk është thjesht një ngjarje kulturore, por një festë e jetës, e emocioneve dhe bashkëpunimit, duke lënë pas kujtime që do të zgjasin shumë më gjatë se një natë në teatër.